Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera është sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Në Gjirokastër, ndezja e dritave të bredhit solli një atmosferë festive në shesh, ku fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi performuan këngë dhe valle artistike për qytetarët. Vjetori ka sjellë ngjyrat dhe aromat e festave edhe në pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Rrugicat janë plot qytetarë dhe turistë, ndërsa dritat shumë ngjyrshe japin një atmosferë të veçantë dhe të ngrohtë festave. Bashkia Libov ka aplikuar për lejen e ndërtimit që do të mundësojë restaurimin e kullës së Sahatit, një monument kulture me interes të lartë turistik. Projekti parashikon edhe ngritjen e një godine që do të shërbejë si qendër për hiking. Turistët vazhdojnë të tregojnë interes për të vizituar Konispolin edhe gjatë këtij sezoni, duke eksploruar atraksionet historike, natyrore dhe kulturore të zonës. Ju njohim tani më gjërësisht. Në Gjirokastër, ndezja e dritave të bredhit solli një atmosferë festive në shesh, ku fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi performuan këngë dhe valle artistike për qytetarët. Gjatë gjithë dhjetorit, bashkia do të organizojë aktivitete të ndryshme për të gjitha grup mosha, duke e bërë qytetin një skenë të gjallë festimesh. Në Gjirokastër, ndezja dritave të bredhit u shoqërua me një koncert festiv nga fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi. Atmosfera festive nisi me performanca muzikore të vegjëlve, të cilët sollen këngë dhe momente artistike për qytetarët e shumë të pranishëm në shesh. Unë quhem Amelia Surka, jam te qendra kulturore Fato Berberi dhe sot që një ditë shumë e bukur sepse u ndezën dritat. Përjetojnë shumë me lumturi dhe me dashuri edhe me shumë emocion. Është shumë e bukur dhe mua më pëlqeu shumë kjo festë dhe isha shumë e lumtur. Uroj të gjithë fëmijët që të kalojnë festa të gëzuara. Ndërkaq, gjatë gjithë muajit dhjetor, Bashkia Gjirokastër do të vazhdojë me aktivitete të ndryshme festive, duke sjellë një program të pasur për të gjitha grup moshat. Bashkia Gjirokastër hapi siparin e festave të fundvitit me plot aktivitete. Fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve sot ndezën dritat e pemës me shumë gëzim, me shumë emocione dhe me shumë hare. Bashkia Gjirokastër ju mirëpret në fshatin e Krishtlindjeve për gjatë gjithë muajit dhjetor dhe ditët e para të janarit për të festuar në shesh çdo ditë. Çdo fundjavë do të ketë aktivitete të ndryshme me muzikë live dhe me artistë të mirënjohur. Me ndezjen e bredhit dhe koncertin e fëmijëve, Gjirokastra ka hapur zyrtarisht festimet e fundvitit, e ndërsa dhjetori sapo ka nisur, qyteti pritet të shndërrohet në një skenë të gjallë aktivitetesh, ku çdo ditë do të sjellë një arsye të re për të mbledhur dhe për të festuar së bashku. Dhjetori ka sjellë ngjyrat dhe aromat e festave edhe në pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Rrugicat janë plot qytetarë dhe turistë, ndërsa dritat shumë ngjyrshe i japin një atmosferë të veçantë dhe të ngrohtë festave. Ditët e para të dhjetorit kanë sjellë gjallërinë e festave edhe në pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Qytetarët vendas, por edhe turistë shumët, po mbushin rrugicat, ndërsa dritat shumë ngjyrshe krijojnë atmosferën e ngrohtë. Këtu në mes aromave tradicionale, por edhe zhurmës së gëzueshme, ndihet qartë atmosfera festive. Nga Greqia kemi ardhur dhe është e parë pas 30 vjetë dhe na duket shumë bukur. Dhe duam që të vim prapë. Edhe vjetë në këtë datë ka marrë, edhe është ndezur dritat e pemës së vitit të ri. Ko që i doj dhe këtë vit. Atmosfera, dritat të tëra këto, ndikojnë shumë bukur edhe në shpirtin e njerëzve. Përveç gjallërisë së krijuar, kjo atmosferë festive po ndikon ndjeshëm edhe në ecurinë e bizneseve, sidomos në këtë periudhë ku fluksi vizitorëve rritet. Gjirokastra ka veshur vellën e argjend dhe zbukuruar si për festa dhe shohim se fluksi i gjithë Gjirokastritë është më së i madh për të parë atmosferën e pemës së vitit të ri këtu në sheshin e Qercizit. Dhe themi se edhe bizneset kanë një ndikim të veçantë nga trurja e turistëve vendas dhe këta Gjirokastritët. Dikush merr një suvenir simbolike, dikush merr një ëmbëlsirë dhe kështu me radhë takojnë njëri tjetrin sepse ka disa ditë që
lagështia dhe shiu bëri të sajt dhe kështu ka një atmosferë të gëzuar. Ndërsa përgatitjet për festat vazhdojnë, pazari karakteristik mbetet një nga pikat më të vizituara, ku atmosfera, tradita dhe gjallëria e dhjetorit bashkohen për të sjellë një tjetër sezon të ngrohtë festash. Bashkia Libohov ka aplikuar për lejen e ndërtimit që do të mundësoj restaurimin e kullës së Sahatit, një monument kulture me interes të lartë turistik. Projekti parashikon edhe ngritjen e një godine që do të shërbejë si qendër për hiking, ndërsa bashkia po vijon paralelisht me shënimin e shtigjeve për të krijuar kushte më të mira për vizitorët dhe zhvillimin e turizmit natyror në zonë. Bashkia Libohov ka aplikuar zyrtarisht për lejen e ndërtimit që do të mundësoj restaurimin e kullës së Sahatit, një ndër monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të qytetit. Pas miratimit të lejes pritet që punimet të nisin së shpejti, me synimin për ta rikthyer objektin në gjendjen e tij origjinale dhe për ta bërë më të aksesueshëm për vizitorët. Kulla e Sahatit është një ndër pikat më të vizituara të Libohovës, duke tërhequr interes të lartë nga turistët të vendas dhe të huaj. Restaurimi i saj pritet të rrisë më tej vizitueshmërinë dhe të pasurojë ofertën kulturore dhe historike të zonës. Ky monument i trashëgimisë mbetet një simbol identitar i qytetit dhe një ndalesë domosdoshme për çdo vizitor. Aktualisht është aplikuar për leje ndërtimi për restaurimin e kullës së Sahatit, është aplikuar në Ministrinë Përkatëse. Presim zbardhjen e lejes për të filluar punime për restaurimin e kullës së Sahatit. Kulla e Sahatit është monument kulture, ka një numër fluks turistësh të cilët e vizitojnë. Më tej pasi të zbardhet leja të fillojë menjëherë restaurimi i kullës së Sahatit. Në kuadër të projektit parashikohet edhe ngritja e një godine që do të funksionojë si qendër për hiking, duke bërë pikën orientuese për të gjithë të apasionuarit pas sportit dhe eksplorimit të natyrës. Aktualisht jemi duke shënuar dhe shtigjet për hiking, pasi në projekt e kulla e Sahatit është edhe një godinë e cila do të funksionojë si qendër për hiking. Ka goxha interes, pasi neve kemi goxha terren malor, edhe ka lëvizje për hiking, ku nis nga kulla e Sahatit, në Labov, në Stegopull, del në Andigone, dhe këte në zona tjetër pastaj ku ngjitesh lart për në Poliçan, në Sheper, gjithë zagorimet lart. Paralelisht Bashkia Libohov po vijon shënimin e shtigjeve të hiking me qëllim krijimin e një rritjeje të qartë të sigurt për vizitorët, duke e kthyer zonën në një destinacion të plot për turizmin natyror dhe aventurier. Turistët vazhdojnë të tregojnë interes për të vizituar Konispolin edhe gjatë këtij sezoni, duke eksploruar atraksionet historike, natyrore dhe kulturore të zonës. Bashkia Konispol vijon promovimin e destinacioneve përmes aktiviteteve kulturore, fushatave online dhe bashkëpunimeve me operatorët turistik me synim zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe rritjes së vizitueshmërisë. Turistët vazhdojnë të tregojnë interes të lartë për të vizituar Konispolin edhe gjatë këtij sezoni. Vizitorët shfaqin kuriozitet për atraksionet historike, natyrore dhe kulturore të zonës, duke e bërë qytetin një destinacion aktiv gjatë gjithë vitit. Këtu mund të gjej për shembull shtëpitë e vjetra ose lagja shehat që i themi ne, që janë ato shtëpitë e vjetra, të cilat kërkojnë dhe një interes më të madh nga qeveria, që sot po jep në atë drejtim interesin, duke shpallur dhe atë Këshilli i Ministrave Konispolin ansambël turistik, por gjithashtu këta gjejnë edhe, të them drejtën, një ajër dhe qetësi të pastër. Nga ana tjetër, Bashkia Konispol po vijon promovimin e zonës për të tërhequr më shumë vizitor, përmes aktiviteteve kulturore, promovimeve online dhe bashkëpunimeve me operatorët turistik. Bashkia synon të rrisë vizitueshmërinë dhe të forcojë imazhin e Konispolit si destinacion turistik. Në radhë të parë, Bashkia ka një plan strategjik për turizmin, të cilën nga viti në vit, nga ato mundësi që ka, po e fut në eficiencën e punës dhe ndihmon këta njerëzit që kërkojnë. Si vjet ishte edhe përhapur edhe ideja e paketës së maleve. Kanë aplikuar dhe në bashkinë tonë për paketën e maleve, të cilët janë entuziast për këtë ide.
Bashkia ka fokus të veçantë tek zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm, duke kombinuar promovimin e atraksioneve ekzistuese me nisma për krijimin e shërbimeve të reja turistike. Qëllimi është që Konispoli të ofrojë eksperjenca të pasura për vizitorët dhe të kontribuojë në zhvillimin ekonomik dhe kulturor të rajonit. Në Këlqyr, rastet e zjarreve dhe ndërhyrjeve në kërkim shpëtim ka rënë në rreth 30% gjatë tetorit dhe nëntorit, krahasuar me një vit më parë. Zjarfikësit paralajmërojnë se me nisjen e dimrit rriten rreziqet nga oxhaqet e bllokuar dhe përdorimi i pasigurt i bombolave të gazit, duke u bërë apel qytetarëve për më shumë kujdes. Në Këlqyr, situata gjatë muajve tetor dhe nëntor ka qenë e qëndrueshme sa i përket rasteve të zjarreve dhe ndërhyrjeve në kërkim shpëtim. Sipas Erald Muli, efektiv pranë MZSH-s së Bashkisë Këlqyr, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i rasteve është ulur në 30%. Kemi qëndruar në gatishmëri, me përmbytjet nuk është se kemi pas probleme, sepse situata është malore, kemi vendosur gatishmërinë në akset gryk për rënje masive apo pisha, pem, bllokimin e akseve. Kanë qenë të hapura, nuk kemi pas raste. Për sa i përket zjarreve, kemi pasur goxha raste, edhe qytetarët në bazë të thirrjeve që kemi bërë kanë filluar ndërgjegjësohen, apelohen, dëgjojnë, siç kemi dhënë edhe në kontributin ton. Ka pas një rënje rreth 30-40%. Megjithatë, me hyrjen e muajve të ftohtë, shërbimi zjarfikës thekson se bllokimi i oxhaqeve, si dhe përdorimi i pasigurt i bombolave të gazit, mbeten ndër sfidat kryesore të sezonit dimror. Mule u bën apel qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar për të shmangur incidentet që mund të rrezikojnë jetën dhe pronën. Bllokimi i oxhaqeve është një nga çështjet kryesore që duhet ta bëjnë banorët, i bëjmë apel që të kenë kujdes, të pastrojnë oxhaqet, sepse me ftojen e modit fillon dhe vendosja e sopave, ndezja e oxhaqeve, edhe bllokimi shkakton zjarr. Bomblat e gazit të kenë kujdes, të bëjnë kontroll, ta mbyllin pasi mbarojnë punë, të mbajnë ambientet të sigurta, të furtizojnë ambientet të certifikuara që janë të licencuara për atë punë. Të bëjë edhe kontrolli i bomblës. Nga shërbimi zjarfikës i Këlqyrës theksohet se bashkëpunimi me qytetarët mbetet thelbësor për të kaluar pa ngjarje të rënda muajt e ftohtë. Bashkia Konispol ka lidhur tashmë të gjitha kontratat për kullotat dimërore me blegtorët lokal, duke mbështetur zhvillimin e blegtorisë vendase. Përveç aktivitetit tradicional, blegtorët po tregojnë interes të shtuar për agroturizmin, duke synuar investime në shërbime turistike që lidhen me jetën rurale dhe promovimin e traditave të Konispolit. Bashkia Konispol disponon kryesisht kullota dimërore të cilat tashmë janë objekti kontratave të lidhura me blegtorët e zonës. Këto marrëveshje synojnë të sigurojnë një furnizim të qëndrueshëm të imtave gjatë sezonit të dimrit, duke mbështetur aktivitetin bujqësor dhe zhvillimin e blegtorisë në rajon. Shumica e blegtorëve që përfitojnë nga këto kullota janë nga zona e Konispolit. Ata kanë shfaqur interes të lartë për përdorimin e tokave për ushqimin e bagëtive gjatë dimrit, duke garantuar një menaxhim të mirë të burimeve natyrore dhe mbajtjen e një standardi të lartë të blegtorisë vendase. Kullotat në Bashkinë e Konispolit janë kullota dimërore, të cilat janë bërë lidhje e kontratave, ndërsa për kullotat verore, të gjithë blegtorët e zonës shtektojnë për të çuar diku më larg blegtorinë e tyre. Përveç aktivitetit tradicional të blegtorisë, blegtorët e zonës po shfaqin gjithnjë më shumë interes për agroturizmin. Në Konispol janë fermerë të zonës, të cilët bëjnë kontraktimin e kullotave, secili diku afër territorit të tij. Ka patur fermerë që shikojnë si diçka interesante dhe diçka për të investuar. Natyra është, mundësit janë, kështu që besoj se mund të ketë diçka në investim. Blegtorët e kësaj zone planifikojnë të investojnë në shërbime turistike që lidhen me blegtorinë dhe jetën rurale, duke kombinuar aktivitetin ekonomik me zhvillimin e turizmit lokal dhe promovimin e traditave të Konispolit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.